Mo vllazën, gjdo një muj ka më ponë që të ven. Kam ja përkujtu si kur alarmin telefon. Një kallëzu, a jeni të e posë që këta nuk jenë për me punu. A jeni të e posë që këta s'jën të interesum një zhvillu. A jeni të e posë që këta jenë të interesum një lonë, lës juve. Se kjo është qeverie lëqit, qeverie e tërë. Të kam vëlla, të kam kështu, Raman Jasharja, të kujtua që është pat parodizu kurti, që është e pas vletësu në fillim mandatit ti, kryetarin e Zbashkut. E di, e kom pa edhe ato, po une kam nevoj veç për votën e qytetarëve të Kosovës mi kry këto punë. Kam nevoj për votën e gjithë se cilit, nuk kam nevoj për pare. Edhe nëse dikush ka thonë që po shkojmë parlament dhe spedu rrogën, dhe po du me shku veç me punu, se nuk po më vynë rroga se kam për i bizneseve të mija boll, faleminderit prej Zotit, jam interesu veç me ndërtu venin tam, me lom veprat mira për venin tam. Sepse? Sepse vendi po shkon për poshtë, po ikin rinia, po ikin njerëzit, kur s'ka rini ky vend së vyn as mua s'kërkujna. Edhe për këta jam i gatshëm me shku pa pagesë, kom thonë rrogën që e ka detyrim ma dhonë shteti, mu kom ja dhonë studenta. Edhe prapë po i thëmë se studenta kom ja dhonë. Për pilot projekte të ndryshme, nuk kom vynë rroga mu. Unë du me shku me punu për qytetarët e mi, për shokët e mi. A kështë besuar ndonjëherë të zoti Kurti që krymë punë? Kur s'ka me kry zoti Kurti punë. A ke besuar, po thëmë ndonjëherë? Unë gjithmonë jam koni bindën që a së krymë punë. Një njëre që nuk ka arrit, mi thonë kërkush puna marë. Edhe një njëre që rrogën e pare ka morë si deputet, a nuk të krymë punë. Kur s'krymë punë, sa i s'de me punu. Edhe para shtatëqeshorit në zgjedhje, edhe para shtatëqeshorit që monën për fjale, ky njeri nuk do të kryjnë asnjë punë. Jo, kam thonë edhe në fushatën e kalume që kena pas 5 ditë. Kam thonë që jo 4 vjetë, jo 4 muj, 4 vjetë, as 40, as 60 vjetë mja dhe në këti njëre kësë punën. Vendi po pagun kostot një qeverisje të keqe. Vendi po i pagun krejt të këqijat e këti vendit. 22 miliard euro mu vjedh, mu avëllu, edhe mos me konë gjendje kur gjë me bo, kjo është mere Zotit. Kjo është mere Zotit. Mushin mi gjetën qytetarë të Kosovës, 22 miliard euro është budgetit total. 6 miliard janë paga për punoj civil. 1 miliard euro janë vitra që ka shpëndot qytetarëve që po thënë ata tjerë s'na kanë dhonë pare. Po ata tjerë si kanë pos 22 miliard euro. Ata tjerë i kanë pos 4 miliard euro i kanë kry këtë punët. Kjo me 22 miliard euro, minus 7, 15 miliard, ku janë? Ku janë 15 miliard euro? A i shqetësuar vërtet për... Po jam shqetësuar se gjëna është po vjeni natë me mi vjetë parët e mija, munin tem që pëj për këtë vend. Taksat që paguj për këtë vend, është të kremëre. Ku do t'ishte Kosova me një qeverisje tjetër? Po me 22 miliard euro një qytet i ri kushtën, Bejruti me 7 miliard, 8 miliard, kur u shkatrupi aty në bombëleve të gazit u ndërtu krejt i ri për 5 vjetë. Edhe s'ka kushtu mi 5 miliard, 6 miliard euro. Na e këshëm bo një qytet komplet tondrave. Tondrave këshëm bo një qytet me 22 miliard euro. Po kjo është krem, kjo se do këtë vend. Kjo ja ka njës me sërbizu Kosovën, pi do zgjedhjet, mi në nëshkru me president, me kryeministër, me parlament, me kryetar gjykatës, mi po krejt vetat dhe në mush Kosovën me Serbë. Që ato ka den. Ose i ka bërë shumë Serbijës, e nuk o të treguën, so këshin huët e o zhduk, që s'ka pranu me nuk e të që, krejt tjertë jenë balafaqu me loj të merri, asë një nuk ka dalë Terezi prej burgjëv, veç kjo ka dalë si bës. Këtu ose i ka bërgjë atynëv, ose i kam bu nejsen. Qysh pisha qytetarët? Qytetarët nuk e di, qytetarët ka nevoj për zgjedhje. Kjo qeveri, qysh i pa qytetarët, qysh peshe interesin e njerëzve? Qka është mënësi aktualisht për Kosovën? Aktualisht për Kosovën është... Në pikpam infrastrukturore, po thëmë. Aktualisht për Kosovën do të më zhvillu venin në gjitha fushat. Kushtet janë, mundësit janë, parët janë. Pse më vjedh parët? Pse më vjedh parët? Pse më vjedh parët? Kur janë? Tëna tënët. Pse më vjedh parët? Mund është mi bot tënët. Na e morëm një shembull. Një urë, 2 milion euro, rrëth 2 milion euro, 2 ura, me një urë Mitrovic 4,4 milion euro. Që ku është hajnia? Mujna me bo venin më mirë, po nuk janë ka dojnë me bo venin më mirë. Qytetarët nashta nuk janë mësu me këtë opozitën tem. Mos hyrja në kuvend nuk të ka të shpru. Jo, unë do t'jem kuvend. Do t'jem kuvend.
pavarësisht jam që jam në parron kom vendos me punu. Kështu që edhe këto që më të i bojmë jau qytetarëve, një tregu që në ka vjedhën, se unë nuk kom vynë rroga. Unë veç kom një kalzu këty në se ke me jetë për para, me zhvillu venin. Fejmë su një pjesë e popullit me marrë deputet me infuziona. Edhe veç shka të thët njënë me vendosë, unë ashtu nuk jem. Unë nuk manin për kërkën, vetëm për kritikat e qytetarëve dhe kërkesat e të mirat e qytetarëve. Kështu që unë e kam e qenë zë i qytetarëve të këtij venit. Dhe duhet me punu për ta. Faleminderit. Nderuar shikues, ishte kjo prezenca jo në segmentin Dollës Gjakov Dollës Klin, një segment që ende nuk shit në horizont se po përfundon shpejt, kemi segmentet sopa që ende përfasojnë rrezik të madh për jetën e njerëzve, përkatësisht për ngasësit në trafik. Tu nuk ka përgjigje të autoriteteve ku mbaron shpejt kjo punë, përveç justifikimeve se problemet e mëhershme të para 6 viteve me shpronësimet, me projektimin e rrugës janë zhndruar në argument madh të pengesës të mos ekzekutimit të gjithë kësaj rruge. Me rëndësi po them, sepse kjo rrugë ka marrë jetrat e disa njerëzve të pafajshëm. Në arsye të ndryshme, në argumente ndryshme, sot ende raportojmë se kjo rrugë nuk po përfundon 6 vite në pushtet. Ndoshta periudha ashme do të shërbejë si moment reflektimi për çdo që është në qeveri, nëse formohen institucionet që kjo rrugë dhe shumë rrugë tjera të mos karakterizohen me lloj-lloj justifikimi, me lloj-lloj zhagitje dhe me lloj-lloj arsye tjera që kanë një epilog. Mos punën dhe ajo mos punë po shndrohet në kërcënim për jetën e ngasëve në trafik. Faleminderit shumë.